Se mos më këthin Kosovë. Se mos më këthin Kosovë, po pra. Është e çuditshme, jo që ata nuk janë të muzikës zbavice ose që apo dijon e diçka moderne, po për një djalë shmeker si ti i rritë në Gjermani, me konë fans i Mihrijes, Mihrije Brohës. Çka të ka shti, qysh ja ka nisë krejt ajo simpati ndaj saj, do më thonë. Pikërisht qaj kontrasit që ceket ti, u konë një element që e këmë pasi një strategji e mirë marketingut. Mirinë e duhe respektoj shumë, plus është vendase jeme e Mitrovicës, edhe është për një shumë fani. Edhe për jetë pari pa ta bo një parë qerapa me ftyrësoj këtë rasistë, do isha mi audhonë shoqënisë tem. Në Gjermani që fesojnë Krishtlindje, do isha mi bo qerapa me ftyrë tem, mi të stu që shpodokën e buna me ftyrë të Mirisë dhe dolin qatë fani, thos që e vazhdova me këtë hajgare me Mirina, ma e kupton që është satirë. Po. Për ndryshe, s'pengacmoj më ka ona se po tuta mës po kom bifa stres në me Naimin, amo Miria është legend. Se përse pëlqy Miri? Po jo mëre dhe neve na pëlqen, unë normal jem pak maj vjetër dhe kum punu me to, kemi bo muzikë, edhe kom fitu pare prej Naimit e Mihrisë, dhe normal që më pëlqen, edhe këndimit po. Si Marilyn Monroe, që e cekët Po, e vetë. për gjeneratën që e ka dhe ka majtë vetën, respekt shumë për Mihrien, edhe për Naimin, po u qudita, adin pak, adin se ti je i rritën jashtë edhe një farë stili këtë tjetër, kisha thonë tajnën, dafinën, qëto, adin e këne, shëretën e qëto. Tu është i shëretën në mes tajnës dhe dafinës. A na tregon t'i shka ma shumë për biznesin tëndë. Pse e kanë gjitë emrin Dehun, mas pari? Ja këmë gjitë emrin Dehun, mas pari, jo me sfiru për kongës në shpije pakarushës i Dehun jam, se është një nër kongat e mija të preferune. Edhe këmë dash me lidh Dehun, jo veç Dehun në alkohol, po koleksionet, gjë koleksion e ka një emër që simbolizën të shka shumë atë thellë. Koleksioni pa ka qenë Dehun Nart, koleksioni 2 Dehun Dashni, edhe koleksioni 3 Dehun Nën Yje. Të më thonë, diçka pak ma metaforike, pak ma artistike. Po, do më thonë, kur do kësh pak si i Dehun, adin me ta bo qak i bak e pia, jebëve që jem dashënum diçka, adin se që ashtu do kësh pak si i Dehun, po. Dehun buzbija, se kësi sene. Një përqindje që shpesh ceket në produkte, qka është ajo? Pse bash 69? Qish po kesh se për din që avullu me pyt? Okej, 69 është pozita, jo falë, 69 është numri e me preferuar. është i preferuar, 69. 69 është numri e me fat. Edhe për ndryshe një logo, një slogan që e kom për majica dhe roba që i shes, është që majicat e mija të garantojnë që të arritin shansën me nëzonë diçka 69%. Edhe qatë ditë që kom pas puthi me bijen, këtë ditë në kom pas veshën qatë majicë. A e nëzën telefonin e erë baterin në 69%? Sartin zohë bëj screenshot. Por, zotin? Normal. Se mundët në ashtë me të përcilë që ke masi e pas kështu dhe si numër po. A pozitat përqen që e 69? është pozitë këgja livdushme. Si do mos kur rrinë gjatë me një femën, me një person, që kime flajt me to, dhe që bolja ke po ftyrën, adin ke najt me to e... O në përgjithësi e një shumë atë parimin që është mirë kur jepsh edhe me marë. Kështu që me rjep. Jo, pa adhonë shonsa s'kime marë, ato po ta garantej. Do me thonë, a përdor nëjë sen kështu, s'ti e djali ri, po kur do mja bu bajat nëjë femnës.